Tani pastaj do kalojmë në rubrikën tjetër që quhet Friendly Fire, ku ne komentojmë lajmet nga vendi. As pak në mënyrë miqësore. Arrestohen vajzat nga Kazakistani, ushtronin prostitucion në Tiranë. Banorët e lagjës kanë ulur flamurë gjysmështisë dhe kanë shpallur ditë zie. Heroina. 21 vjeçari shqiptar planifikoi sulm terrorist në koncertin e Taylor Swift. Po na ikën ai ka e vendit, se janë gjitha koncerte me këngëtar shqiptar edhe ka nevojë për djem si ky. Si mund të bësh sulm terrorist në koncertin e Taylor Swift? Po pra. Po ta këtë koncerti dhurata dorës. Prokuroria e apelit kërkon dënimin e Louise Ailit. Ky i fundit i ka kërkuar prokurorisë të futet në banjë me të. Sfidues. Aleni dhe Si lë këto ai, si la këto një. poshtër mo. Përsëri sekuestrohet mjelli skaduar në doganën e Durrësit. Besoj brenda 2 viteve do gatuar me kokainë, pasi është e vetmja gjë me cilësi që hyn në doganën e Durrësit. Vërtet. Renato Mekolli, ku mbien mua këto me emra, kush i shkruan një. Renato Mekolli do publikoj një libër ku, siç ka thënë ai, do rrëfej padorashka të vërteta të hidhura për gjellërat, sallatat, tavat. Leonora Jakupi tha që ndonjëherë vishet me jelek antiplumb, ndryshe nga këngëtarët tona që ndonjëherë vishet. Shkatroj masakroj të Ky autori të programit është fantastik, më shkatron. Ska rasht. E mirë, kemi dhe një lajm nga bota. Transgjinori qëllon me armë zjarri në mes të ndeshjes të hokej. E bëri si burrat.